Se do diskutojmë, se ka doli temë shumë interesante, duke marrë shkast nga ajo që tha Spahiu Nesuri. Ekziston? Në futi që në fillim kjo temë bisede, me gjithë se fillimisht ishim ke çështja e PD-s. E PD-s, po, me që shkoj me vrap dhe do të shohësh kronikën pastaj të bëm përshtypje dator qetësia e PD-s në komision, a thua sikur s'ka ndodhur asgjë, dhe është olimpike qetësia o Erdh Bylykbashit në afër Damian Gjiknurit. Me drejt e kapi si moment Spahiu. Mendon që ka skenar të tillë? Spahiu bëri një alarm këtu, që unë nuk e di se sa do të funksionoj apo jo, dhe unë besoj se nuk do të funksionoj. Pse? Edhe ky kush do ta frenonte? Kam analizën time, domethënë për ta bërë këtë gjë, sepse në vetvete ajo që gjykoj unë është që realisht po ndodhin situata, padyshim që që në momentet e pare që Rama hodhi apo inicoi idem për 100 vende në parlament, me njerë Berisha u përgjigj që ishte i gatshëm dhe shtoi idenë e Senatit. Edhe kjo çështje pavarësisht faktit tjetër, mendoj se ka të bëjë edhe me zhvillimet e brendshme që ndodhin si në PS dhe në PD. Po. Dhe me situatën politike në përgjithësi, dhe cila padyshim që është ndikuar nga shumë faktorë, brendshëm, të jashtëm, spaku, gjitha bashkë. Dhe me që jemi KPD-ja, realisht kemi të bëjmë pikërisht aspektin e veçantë që pas humbjeve të vazhdueshme dhe një rezultati katastrofik që pati, si në zgjedhjet e 11 janarit, por edhe në këtë zgjedhje 9 nëntor, Berisha padyshim që intereson çfarë do lloj gjëje që ta përdori për një lloj qoftë edhe të marrë një koncesion nga Rama për një fitore. Okej, pyetja është pse Rama duhet t'ia jap koncesionin, me drejt tha Arlindi. Pra, këtë po them. Rama do të operoj mbi bazën e interesave të tij, partisë vet dhe të qeverisë që ka, para të majorancës. Dhe jo gjithmonë në interes të një PD-je e cila padyshim që ka halle me një Berisha i cili padyshim që ka halle të brendshme, sepse më së pari i duhet menaxhoj një edhe zërat që mund të jenë aty, që nesër pas nesër mund dalin shumë konkurrues, shumë më kritikues dhe që mund të sjellin dhe zhvillime të tjera. Pse u bë me njerë kjo protest? Pra, doli me njerë, po t'i shikojmë janë të lidhura, edhe me faktin që pati dhe një nga Spaku, një kërkes nga Spaku që të paraqitej për 21 janarin. Dhe ky nxitim kaq i madh, në vjen pikërisht në një moment caktuar kur realisht e brenda PD-s, e cila është edhe në prag të zgjedhjeve të veta, pra si për kryetarët e degëve, ashtu edhe për kryetarin e Partisë Demokratike, ku zërat të cilët mund dalin nesër pas nesër sepse nuk ndodh asgjë brenda PD-s, nuk është bërë asnjë analizë humbje, nuk i jepet asnjëherë shkaktari i vërtet i kësaj gjendje në cilën po shkon PD-ja poshtë. Berisha i del përpara, gjithmonë i del përpara, i del përpara edhe konkurrentëve të tij të brendshëm. Dalin diku her pas here. Pra, ky ka qenë qëllimi foltores dje. Qëllimi foltores është pikërisht, po e uazoj këtë gjë, që nga foltoret kalojnë në faltore, ku zoti vetëm tjetë gjithmonë Berisha, dhe gjithë kusht falet aty, qoftë dhe me një kritik, por që ai të ngelet gjithmonë zoti vetëm. Ndërkohë për atë plan... Dhe ne nuk e dim faktin se si çfarë do të ndodhë edhe me thirrjen SPAK zotit Berisha. Nëse supozojmë që nesër mund t'i komunikohet dhe ndonjë akuzë zotit Berisha, i rëndohet dhe akuzë për 21 janarin, por që mund t'jenë dhe për tjera. A mund t'ketë akuzë për 21 janarin nesër? Çudi nuk është. Nuk është çudi. Në qoftë se shikojmë sot konferencën e shtypit që bëri zoti Berisha, një pjesë të madhe të saj, ishte pikërisht se kujt i përkistin çështjet e pamjeve filmike që ishin lidhur me protestën që ishte bërë. Pra, ishte shumë i gatshëm të sqaronte të jepte versionin e tij të gjërave, ku në një farë mënyrë edhe mua bëri përshtypje u fut në detaje. Edhe mashtroi pasi tha që çështjet e pamjeve janë të gardës, nuk janë
të kryeministrisë, gjë që është komplet. E kam në pjesën e dytë, Plator, po. Atë plan të madh PSPT kemi e ke vështirë ta besosh. Në një farë mënyre, Berisha po i del përpara situatës të brendshme që ka aty. Nuk e ka të qetë, ka zëra të cilët janë pak kënaqur dhe e shohin që e kanë të pamundur të bijohet kështu. Berisha thjesht po i del përpara. Dhe do t'i marrë iniciativën çdo kujt që është brenda hapësirës së Partisë Demokratike dhe që të iniciojë, themi, ndonjë lëvizje të mundshme, e cilat mund të jetë. Kështupi? Çfarë po ndodh mes dy partive të mëdha? Dhe kjo foto ti ndërton gjithmonë narrativën si parti, po në të vërtetë është mes dy individëve. Okej, dy individëve. Okej, që përfaqësohen në këtë komision nga Gjiknuri dhe edhe në emisionin e kaluar e thash këtë gjë. Realisht, edhe ata që janë aty brenda, realisht zihen për vendet e dyta. Absolutisht po. Nën hijen e shefit. Por në rast se ne kemi një avancim edhe apo rendim të pozitës së Berishës edhe krahasimisht me ligjin, kjo realisht mund të hapi debate tjera të brendshme.